Çfarë doni konkretisht? Ata dua, unë edhe ata të dalin ata, të zbulohen. Ata që kemi dyshime që kanë vafosur, kanë që ne Rezat Dokolli. Ata që kanë denoncuar unë. Si ju duket ky vendim i gjykatës? Për ta rikthyer edhe një herë për rigjykim. Kjo më duket shumë e drejtë mua. Përse ju duket shumë e drejtë? Po më duket se e dalin edhe të tjerë veç këtyre. A ka ndonjë gjë tjetër që mund të dalë si provë re? Ka. Kush e ka ndjerë djalin, kush në fshat ka, unë të thashë. Dyshoni për një person në fshat? Dyshoj. Se vetë nuk dilte. Nuk dilte? Jo, nuk dilte vetë. Ata e kanë ndjerë në pritë. Po kush mund ta ketë zgjerë pritë? Ju keni folur kohë më parë për situata, për gjendje, kush mund ta ketë zgjerë? Ata Rezat Dokolli me shokët. Që foli atje 5-6 orë në ula, si që kam thënë në qeshitë. Kur ka folur Rezat Dokolli, ju kujtohet do të sot? Pas 2 javë pa të beshe ngjarja. Po mirë, Rezat Dokolli ju thoni ka qenë Kolanec, ndërsa me sistem Teams del që është në Greqi. Ndërkohë numri i telefonit Rezat Dokollit del që atë natë ka qenë në Kolanec. Keni parë ju Rezat Dokollin atë natë në Kolanec? Keni parë ju ndonjë person të dyshimt atë natë në Kolanec? Jo, s'kemi parë. Po që unë dyshoj nga ajo që foli 5-6 orë në atje në qeshi, si që kam thënë. Po. Edhe ati kam zeduar është lidhur që jo të ta sjellë kështu, të ta bëj kështu, e gënjevi djalin, mi tha djalit, çfarë folën me ata? Hiç me babi asgjë tha. Edhe kishe një sekretu që tha asgjë me babi tha nuk fola. Kush është sekreti? Po sekreti ç'foli djali, nuk foli djali.